Në një rrëfim të dhimbshëm, motra e Gjestit ka zgjedhur të thyej heshtjen pas ditës së varrimit të vëllait të saj. Ajo ka treguar se mes dhimbjes së madhe dhe dhimbjes familjare është ndodhur dëshmitare e një skene të papërshtatshme, ku dy emra të njohur, Xheneta Fetahu dhe Egli Tako, janë përfshirë në një bisedë të ashpër që e ka lënë të gjithë familjen të habitur. Sipas saj, fjala e ngushëllimit u shndërrua në një përplasje nervoze mes dy personave që nuk arritën të ruanin respektin për momentin. Motra e Gjestit thot se ajo i dëgjoi vetë fjalët e hedhura nga Xheneta, e cila i drejtohej Egli Takos me tone të rënda. Në vend që të tregohej solidaritet me dhimbjen e familjes, sipas saj, bisena u kthye në akuza dhe tensione të panevojshme. Në një ditë që duhej të ishte e heshtur dhe me lot, ata zgjodhen të shfrinin mëllefin e tyre personal, ka treguar ajo me tronditje. Nga ana tjetër, Egli Tako nuk mbeti heshtur, ai ju kundërpërgjigj Xhenetes me fjalë të ashpra, duke e bërë edhe më të dukshme situatën në sy të pranishmeve. Motra e Gjestit shprehet se kjo sjellje e ka lënduar jashtëmase, sepse dhimbja për humbjen e një vëllai 15 vjeçar ishte mjaftueshëm e rëndë, pa pasur nevojë për përplasje që nuk i shërbenin askujt. Ishte sikur gjithë dhimbja jon u përdos nga zëri i lartë dhe nga fjalët e panevojshme, rrëfen ajo. Në dëshminë e saj, motra e Gjestit nuk i kurseu kritikat për të dy. Ajo tha se ishte e pafalshme që në një varrim, ku çdo hap duhej të ishte i mbushur me respekt, dy persona të njohur nga publiku të silleshin në atë mënyrë. Vëllethrit dhe prindrit tan po qanin mbi var, ndërkohë që ata grindeshin sikur ishin në një spektakël. Ishte turp, ishte e rënd, tha ajo, duke nënvizuar se kjo skenë do të mbetet gjithmonë në kujtesën e saj si një plagë e dytë. Në fund, motra e Gjestit u shpreh se ky rrëfim nuk bëhet për të shtuar më shumë dhimbje, por për të treguar të vërtetën dhe për të denoncuar mungesën e respektit në një moment kaq të shenjtë. Ajo kërkoi që kjo histori të shërbejë si një mësim për çdo që shkon në një varrim. Dhimbja është e familjes, është e zemrës, nuk ka vend për grindje, për show apo për ego. Ata që nuk dinë ta respektojnë këtë, më mirë të mos jenë të pranishëm fare.